Përgjigjen ndaj deklaratave të Ramës për burrat që votojnë PD-n, Sali Berisha ja dha po nga Dibra. Burrat e Dibrës janë si malet e Dibrës, mjera i që i sulmon. Në takim theksoi dhe rolin e grave në qytet. Ti fole dje si kopuk. Sigurisht me ato ministreshat tua që gjigna minglohen në atë mënyrë. Tani do të themun ty. As një fjalë nuk t'ja përgjigje, sepse përgjigjen më të shkëlqyer ta dha Dibrania në sallë, e cila u ngrit dhe tha se burrat tanë janë të mrekullueshëm. Në prezantimin e kandidatëve, Kreu i Demokratëve prezantoi pjesë nga programi i Partisë Demokratike, duke kërkuar mbështetje për mandate qeverisës. TVSH-ja do zbresë në 15%, energjia për bizneset në 6 lek, për qytetarët në 7 lek. Dibra si premtoi kompletimin e plot të infrastrukturës saj, në rrugë, në ujëselsa, kanalizime. Dibra, Mati dhe Bulqiza do të kenë infrastrukturën më moderne. Sa i përket investimit në infrastrukturë, Berisha shtoi se projektet janë nisur nga e djathta 12 vite më parë.